Përshëndetje, unë jam Mesut Shabani, jeni në podcastin Mesut Shabani. Sot është një ditë mjaft e shënuar në historinë e popullit shqiptar. 117 vjetori i themelimit të alfabetit unik shqiptar në manastir. Festime pati në manastir. Pati urime. Pati urime bile edhe me një seancë të veçantë, Qeveria e Republikës së Maqedonisë uroi në qeveri. Reagoi edhe Siljanovska, uroi. Uruan edhe partitë politike shqiptare në Maqedoni. Kori diplomatik udhëhequr nga ambasadori i shtetit shqiptar uroi. Mirë po, çfarë ndodh me dy institucionet më të larta qeveritare arsimore në Maqedoni, Universitetin e Tetovës dhe Universitetin në Nateres? Turp akademik. Asnjë manifestim qendror për alfabetin. Universitetet UNT dhe UT u dorëzuan. Nuk është shpëton UT-n dega e filologjikut që organizoi një manifestim. Në UT dhe në UNT mungoi organizimi institucional për 22 nëntorin ditën e alfabetit. Vetëm një degë, filologjia e UT-s, e shënoi ditën e alfabetit, ndërsa universitetet të dyjat, edhe UNT-ja dhe UNT-ja, heshtën në tërësi. Vetëm tua përkujtojmë këtyre ditëve sekretari i komunës Kërshos, me nacionalitet maqedonas, në Këshillin Komunal organizoi një pritje dhe një manifestim për ditën e alfabetit. Dita e alfabetit nuk është një datë e zakonshme, por mënyra se si e shënon Universitetet Shqiptar në Maqedoni e Veriut zbulon shumë më tepër se sa duket. Tregon se cilat institucione kuptojnë përgjegjësitë publike dhe cilat vetëm i stimulojnë. Këtë 22 nëntor, di universitetet shqiptare të vendit, Universiteti i Tetovës, UT dhe Universiteti në Nateres, UNT, në Shkup, nuk organizuan asnjë manifestim qendror institucional për ditën e alfabetit. Festa kaloi pa prezencën e rektorëve, senatorëve e kështu me radhë, pa aktivitete gjithë universitare dhe pa asnjë qasje të përbashkët që do të pasqyronte peshën e kësaj date nacionale shqiptare. Të themi se i vetmi aktivitet që u mbajt në kuadër të universiteteve në UT ishte dega filologjikut, por jo nga universiteti si institucion, por nga dega, një degë e vetme që mori përgjegjësinë të shënoi ditën e alfabetit, se ashtu i binte hise. Aktivitet dinjitos, profesional dhe me përmbajtje të qëndrueshme. Por vetëm mbeti kaq. Një aktivitet fakulteti, jo me një qëndrim universitar. Është njësoj në peshë festimi? Përgjigjja është e thjesht jo. Një aktivitet fakulteti zë i kufizuar, përfaqësimi një dege, jo i institucionit. Aktivitet qendror universitar, përgjegjësi publike, identitet institucional, mesazh gjithëpërfshirës. Me që UT nuk organizoi manifestim qendror, nuk mund të flitet për peshë universale të aktivitetit, edhe pse filologjiku bëri punën që duhet ta kishte bërë i gjithë universiteti. Në UNT gjendja ishte edhe më e varfër. Asnjë degë, asnjë fakultet, asnjë shenjë që 22 nëntori është ditë themelore e gjuhës shqipe. Pra, tu ka vend për kritika kryesore strukturore për të dy universitetet. Mungoi serioziteti institucional, të dy universitetet dështuan të dalin me program qendror, datat kombëtare nuk mbulohen me heshtje, kjo është dobësi e drejtë për drejtë menaxheriale. Pastaj patëm varësi nga aktivizmi spontan i fakulteteve. Pra në UT, vetëm filologjiku e mbajti të gjallë ditën. Në UT nuk ka HPR asnjë informatë se kjo nuk ka ndodhur. Pra ka mungesë koordinimi dhe agjende akademike të përbashkët. Asnjë nga rektoratët nuk mblodhi fakultetet rreth një manifestimi të unifikuar. Rrezikimi i autoritetit publik. Universitetet që heshtin në datat identitare humbin peshë në opinion dhe zoglin rolin e tyre kulturor. Atëherë kemi një përfundim të prerë. As UT dhe as UNT nuk e trajtuan ditën e alfabetit me seriozitet institucional. Vetëm filologjiku i UT-s mbajti një aktivitet profesional, por peshën e një manifestimi qendror nuk e zëvendëson dot një degë vetëm. Nëse universitetet synojnë të jenë autoritete kulturore dhe akademike, duhet të flasin me zë të përbashkët.